Ku dallon le të themi celebrimi në Islam nga celebrimi konvencional, pra, që aplikohet? Ka shumë ngjashmëri faktikisht mes të dyjave, ka shumë ngjashmëri sepse edhe kur shkojmë të celebrojmë për shembull në komunë apo në bashki, e njëjta gjë kërkohet që të jenë dy dëshmitar, kërkohet që të jetë pëlqimi të dyja palëve, domethënë. Kanë si mëdhëbi Hanefi, nuk kërkojnë pëlqimin e prindit, por kanë 2 javë pritjen. Domethënë bëhet shpallja dhe mbas 2 javësh pastaj domethënë shkohet në miratim. Pra gjithë ideja është domethënë momentin që edhe atje zhvillohet, ka ngjashmëri normalisht, por ajo që ne porosisim është që të bëhet si fillim familjare dhe pastaj të shkohet atje, ose e kundërta, të shkohet atje dhe pastaj të bëhet le të themi të jepet forma e duhur tek pjesa fetare e gjës. Po që ka ngjashmëri mes tyre, Bukur. Vetëm se dallimi mes dy ngjashmërive është se e jona e ka origjinën 1500 vjeçare dhe nuk ka ndryshuar, ndërsa kjo që po flasim sot është një ligj i cili është provuar para dhe ligjet janë norma sociale. Pra merren nga shoqëria, nga tradita. Bukur. Nëse një person martohet, pra shkon celebrohet, le të themi në komunë. Dhe nuk shkon tek hoxha, po e themi kështu. A është e vlefshme ky lloj celebrimi? Nëse e ka bërë edhe familjare, po. Pra nëse e ka mbyllur pjesën familjare, pra është bërë fejesa ose sistemin në popull, kafe të vogla, kafe të mëdha janë ndruar nishanët, pra janë bërë dhuratën nga të dyja palët dhe pastaj bëjnë celebrimin, është e saktë. Sepse faktikisht është plotësuar kushti dhe kriteri më herët.